Banorët e rrugës Idris Islami në Talinoc të Jerlive kanë mirëpritur nisjen e projektit për rjetëzimin elektrik nën toksor, pasi vazhdimisht ishin përballur me rrezikun e telave afër shtëpive. Mirëpo ka disa muaj që kanë nisur punimet për gjatë më pak se 1 kilometri gjatësi dhe ende nuk kanë përfunduar. Kështu jo vetëm që është rënduar trafiku rrugor, por është rritur edhe rreziku për këmbësorët, sidomos për nxënësit. Na jem të rrezikum në si qytetar, si punëtor, gjatë shkurjes në punë dhe lëvizje, po shka është ma e shtirë, nxënësat janë shumë të rrezikum. Nxënësat këtu në kjo lagje janë dikun 4-6 shtëpi, rreth 50 nxënësa frekuentojnë për çdo ditë ka 2-3-4 herë në ditë, kështu po jem shumë të rrezikum, vozitja shumë e shpejtë e vetura. Rruga Idris Islami ka disa vjet që është kthyer në një alternativë zori për shoferët, që për t'ju shmangur magjistrales Prishtinë-Shkup plot gropa që vërshohet sa Ervjeshi, vazhdojnë prej Talinocit për gjatë rrugës tranzitore të Mohocit, që kyçet në magjistrale afër shkollës së Prelezit të Jerlive. Ministria e Infrastrukturës tashmë ka shpallur fituesin për kthimin e segmentit prej 5.6 kilometrash me 4 korsi, por punimet ende nuk kanë filluar në rrugën magjistrale. Në Talinoc të Jerlive, Aliu thotë se gjatë kohës së punimeve të Kecit, vetëm sot të shtohet numri i makinave që do të kalojnë për rrugën e ngushtë të prishur nga Keci në Talinoc të Jerlive. Halli jonë dhe më i madh është tash pritet, veç punimet priten me filluar në aton dhe ka fjalë që si të fillojnë punimet atëherë rruga Mshilet anej kanë me tranzit që kjo rrugë ka me vazhdu me qarkullu këtë ato mjetet në këtë rrugë, për shembull Shkup, Prishtinë, kështu që ka me konë ende ma shumë vështirësi ka me pas edhe kemi qenë shumë të rrezikum si qytetar. Zëdhënësi i Kecit Lulzim Krasniqi ka thënë televizionit Tema nëpërmjet telefonit se pyetjeve për punimet e rrugëve të Talinocit të Jerlive mund t'u përgjigjet vetëm të hënën pasi është në pushim vjetor. Drejtori i Drejtorisë Komunale të Urbanizmit Arbër Bytyçi ka thënë se Keci ka marrë leje për shtrirjen e kabllove nën tokë. Ai shpreson se gjatë pranverës do të përfundojnë punimet dhe se do të kthehet rruga në gjendjen e mëparshme sipas kushteve të përcaktuara me dhënien e lejes për kryerjen e punimeve. Aliu bën thirrje që punimet të kryen sa më shpejt për shkak të rrezikut për banorët. Bojmë apel dhe me Keskun apo kush e ka këtë projekt që sa më shpejt këtë prishjen e asfaltit 60 centimetra që kanë ngushtu ta bojnë sa më shpejt, ta shtrojnë edhe të vazhdojnë punimet. Tash janë në përfundim e sipër mirë, po nas për në lagje tjera nuk ka problem, por që të lagje është rrezik se është ngushtu rruga edhe po na sillin të lashtë. Banorët e tjerë, të cilët nuk kanë folur para kamerës, kanë thënë se edhe shtyllat e ndriçimit publik janë vendosur shumë afër rrugës, duke vështirësuar përballë kalimin e autobuseve të një kompanie që ka garazhet në fund të fshatit.